Dikotomia thelbësore që përpiqet të gjurmojë identitetin e kombit shqiptar, orientimin e tij drejt lindjes apo perëndimit, përfshiu në një polemik të bujshme dy prej intelektualëve më të zëshëm në diskurin publik, shkrimtarin e Ndjer Ismail Kadare dhe akademikun Recep Qosja, lindur më 25 qershor 1936. Përshtatësi i himnit të flamurit, Azdreni, ishte rilindësi që mbërtheu vëmendjen e Qoses, i cili kreu studime doktorale mbi jetën dhe veprën e këtij shkrimtari që lartësoi traditat liridashëse të shqiptarëve. Në këtë frym, lëvroi publicistikën në shtypin kroate sloven, ku denoncoi politikën serbe ndaj shqiptarëve të Kosovës. Qose ka drejtuar revistën letrare Jeta e Re dhe për 11 vjet ka kryesuar Institutin Albanologjik të Prishtinës. U bë pjesë e jetës politike në Kosovë duke marrë drejtimin e Lëvizjes së Bashkuar Demokratike, si dhe në cilësinë e delegatit në konferencën ndërkombëtare në Rambuje. Qose është antar i Akademisë së Shkencave të Arteve të Kosovës që prej themelimit të saj dhe antar i jashtëm i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Vepra e tij monumentale në rrafshin e albanologjisë, të letërsisë dhe të politikës është përkthyer në disa gjuhë të huaja.